Gjykata e apelit lë në burg ish punojësin e Bashkisë së Tiranës Adem Cemurati. Seanca e zhvilluar gjatë paraditës së së martës vendosi lënien në fuqi të vendimit të shkallës së parë, e cila dha të njëjtën mas sigurimi për ish inspektorin Cemurati. Avokati mbrojtës i 43 vjeçarit i cili akuzohet për shpërdorim detyre dhe korrupsion pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike, i kërkoi gjykatës një mas më të lehtë sigurie, për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore të klientit të tij, si dhe u shpreh i gatshëm për vënien e një garancie pasurore. Ndërsa nga ana tjetër prokurori i çështjes tha se Cemurati ishte kapur në flagrancë, duke marrë shumën e parave prej 230.000 lekësh të reja dhe në këto kushte nuk mund të kërkojë ndryshimi i masës së sigurimit për zëvendësimin e saj. Ndryshimin e masës së sigurisë e kërkuan pranë gjykatës së apelit dhe të arrestuarit e tjerë gjatë operacionit që ka të më lartë, Agustin Legegaj, Simon Braolli dhe Ylli Bala. 4 personat u arrestuan më 22 mars të këtij viti nga agentët e antikrimit ekonomik të Drejtorisë së Policisë së Tiranës, pasi në bashkëpunim me njëri tjetrin kërkonin dhe merrnin shuma të ndryshme parash, që varionin nga 300 deri në 350.000 lekë të reja, për të lejuar në mënyrë antiligjore persona të ndryshëm që të kryenin ndërtime të paligjshme në Tiranë.